Dhe sa gëzim. Lavdi Perëndis që jemi bashkë. Në fakt, jo vetëm që është gëzim të mblidhemi, por të adhurojmë Zotin është gëzim për çdo gëzim. Me të vërtet. Kemi pak që kemi filluar vitin 2026. Kemi edhe një 11 muaj, nëse Zoti nuk vjen. Por le të them pikë pari që në muajin shkurt do të fillojmë një seri për disa predikimesh, mësimesh në lidhje me temën e marrëdhënieve, lidhjeve të pamartuarit. Kur po flisja me dikën më tha mua, të dielën paradite, do t'i thuash? Po këshillin e Zotit do të themi, unë besoj që ka nevojë kisha, jemi në një kohë tani ku njerëzit kanë lloj-lloj opinionesh, edhe bombardohen me lloj-lloj mësimesh. Gjithandej, po kemi nevojë të dimë këshillën e fjalës së Zotit, mendoj që do të jetë shumë e vlefshme, edhe do të shohim në fund se çfarë do të bëjmë pastaj. Po për disa javë në muajin e shkurtër do të fillojmë të studiojmë për disa javë në lidhje me këtë çështje e marrëdhënieve. Mirë. Le të hapim Biblën te letra e 2 të Korintasve. Do të shohim sot diçka që mund të konsiderohet e vështirë, por edhe gjërat e vështira mund të thuhen. Edhe le t'ju them edhe këtë pikë së pari që shpeshherë ne nuk e kuptojmë se çfarë do të thotë ti shërbesh Zotit. Edhe mbase dikush që dëgjon këtë fjali prej meje tani thot, po çfarë po thua? Ne kemi vite që i kemi besuar jetën tonë Krishtit e sigurisht që jemi në shërbimin e Tij. Po pyetja që kam unë është, a e kuptojmë me të vërtetë se çfarë do të thotë ti shërbejmë Zotit? Jo, sinqerisht, le ta mendojmë pak këtë gjë. E dini ju që pjesë e paketës së shërbimit është edhe vuajtja gjithashtu. Nuk e di nëse ju kujtohet për ju që e lexoni Biblën vazhdimisht, por te libri 2 i Samuelit, kapitulli 24 dhe vargu 24, ishte Davidi i cili donte të adhuronte Perëndinë dhe ai donte që t'i bënte atij një flim falënderimi në shenjë adhurimi ndaj Zotit. Edhe ai që kishte pronën aty, Araunahu ose si quhet ndryshe Ornani, i ofroi falas Davidit, i ofroi tokën, i ofroi qet, i ofroi drut që të ndiste zjarrin, edhe Davidi shikoni si u shpreh. Por mbreti u përgjigj Araunahut, jo, unë do t'i blej këto gjëra nga ti me çmimin që kushtojnë, dhe nuk do t'i ofroj Zotit Perëndis tim holokauste që nuk më kushtojnë asgjë. Edhe në të vërtet, një adhurim i vërtet ka kosto. Edhe shpeshherë themi që i shërbejmë Zotit, por realisht a i shërbejmë me të vërtet Zotit? Dhe flasim për një shërbim totalisht përkushtuar ndaj Tij. A jemi shërbëtor të Zotit ashtu siç i pëlqen atij? Dhe këtë do të shohim sot ne nga fjala e Perëndisë së bashku. Në këtë kuptim rrezikohet mos kuptohet shërbimi dhe misioni që kemi ndaj Zotit. Le ta lexojmë pasazhin sot. Është një pasazh vërtet i fortë nga fjala e Perëndisë. Pali thot, hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht, bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia i gjithë ngushëllimit, që na ngushëllon në gjithë shtrëngimin tonë, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Sepse ashtu si ndër ne teprojnë vuajtjet e Krishtit, po ashtu me anë të Jezu Krishtit tepron edhe ngushëllimi ynë. Por nëse shtrëngohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj që bëhet nëpërmjet durimit të atyre vuajtjeve që vuajmë edhe ne. Nëse ngushëllohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj dhe shpresa jonë për ju është e sigurt, duke ditur se ashtu siç jeni pjesëmarrës në vuajtje, kështu do të jeni edhe në ngushëllim. Le të lutemi bashkë. Ua të faleminderit për këtë mëngjes. Faleminderit për të vërtetën tënde, Zot. Na mëso sot. Folu zemrave tona, o Zot. Na ndihmo të kuptojmë se ku jemi në të vërtet, në marrëdhënien me Ty, në shërbimin ndaj Teje, në jetën tonë, pikërisht në këtë fillim vitit 2026. Zot, faleminderit për këtë mundësi që kemi, dhe lutem që të shikosh zemrat tona, na fol dhe na mëso. Merr lavdi, Zot, në fundit, nga jeta jonë, në emrin Tënd të çmuar lutem. Amen. Zoti dëshiron që ne si kish, unë jam i bindur për këtë, sepse ai dëshiron që ne të rritemi, por si kish të kalojmë në një hap tjetër, në një nivel tjetër të rritjes tonë. Zotit i pëlqen rritja e besimtarëve, po i pëlqen rritja e trupit. Ne duhet të rritemi të gjithë, thuhet tek Efezianët, kapitulli 4. A mundet që ne t'i përdorim
dhimbjet tona, vuajtjet tona, për të qenë një bekim për të tjerët. Jo vetëm për veten tonë. Dakor, sepse themi që Zoti na mëson, a mund t'i përdorim këto dhimbje dhe vuajtje për të bekuar të tjerët, për t'u treguar të tjerëve dashurinë e Perëndisë. Ju mund të thoni si mund të lidhen këto gjëra. Si është e mundur? Si mund t'i arrijmë të tjerët përmes provës tonë? Zoti, mund të them një element shumë të rëndësishëm, nga jo sa kam parë në jetën time me Zotin, është që Zoti lejon dhimbje. Edhe Zoti zgjedh, vjen re, shpesh herë që ta heq dhimbjen nga ne. Sjell një moment çlirimi. Por ndonjëherë Zoti zgjedh që të mos e heq dhimbjen. Edhe kjo që po them është kaq e vërtet, saq është e vërtetë edhe që Zoti zgjedh ta heqë dhimbjen. Tani, le të kuptojmë që Zoti gjithmonë e ka një qëllim se si plotësohet plani i Perëndisë, po si mund të plotësohet plani i Perëndisë në jetën tonë? Si mund të plotësohet urdhërimi i madh që Zoti na ka dhënë? Paketa e misionit përfshin edhe dhimbje. Edhe Zoti po ju tregonte nëpërmjet apostullit Paul, kishës në Korint, ja se si është shërbimi. Ja se si duhet i shërbejmë Zotit. Edhe paketa e misionit përfshin dhimbje, në fakt. Edhe prandaj e thash që Zoti dëshiron edhe për ne, që ne të ecim edhe një hap më tej, që ne të kalojmë si një kish në një nivel tjetër, që Zoti mund të na përdor edhe më shumë për të rritur, po gjithashtu për qenë një bekim që të tjerët të rriten, që Zoti të përdor vuajtjet tona, dhimbjet tona, jo vetëm gëzimet tona, jo vetëm arritjet tona, jo vetëm sukseset tona, jo vetëm kënaqësitë tona, jo vetëm gjithçka që ne mund të themi që Zoti më ka dhënë këtë, Zoti më ka bërë këtë për mua, po a mund të përdor Zoti edhe dhimbjet, edhe vuajtjet dhe lëndimet tona për të qenë një bekim për të tjerët? A mundet që Zoti ta bëjë një gjë të tillë dhe Pali këtu po na tregon për disa gjëra që besimtari i ka të disponueshme, që janë në dispozicion të tij, të cilat nuk dëshiron që t'i lërë, do që t'i të kapet pas tyre, të kapet fort pas tyre. Edhe do të flasim pikë së pari për themelet e shërbimit. Janë pikërisht këto gjëra të cilat Zoti na i jep në mënyrë që shërbimi ynë të përmbushet. Do t'i shohim me radhë të gjitha këto që Zoti na i jep, ai ka siguruar paraprakisht gjithçka që na nevojitet, që shërbejnë si një themel për ne. Në ecjen tonë me Zotin për t'i shërbyer atij. Edhe pikë së pari është hiri. Shikoni tek letër 2 të Korintasve, kapitulli 1 dhe vargu 2 thot, hir mbi ju. Dhe vazhdon paqe etj etj. Thot hir mbi ju. Edhe çfarë është hiri? Ne kemi folur në këtë kish. Unë kam thënë nëse unë mund të dëgjoj çdo ditë një predikim për hirin e Perëndisë, me të vërtetë nuk ngopem. Hiri i Zotit është madhështor. Pa hirin e tij nuk mund të bëjmë dot asgjë. Dhe hiri në thelb është një favor i pamerituar. Ne meritojmë ferrin, dënimin e përjetshëm. Zoti na dha hir, na dha jetën e përjetshme. Zoti në hirin e tij ka siguruar një rrugë shpëtimi përmes birit të tij. Amen. Këtë e bëri përmes Krishtit. Prandaj tek Efezianët, kapitulli 2, vargu 8 dhe 9 janë vargje të thjeshta, thotë, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar. Me anë të hirit të Perëndisë. Nuk e meritonim shpëtimin. Jeni shpëtuar me anë të hirit të Perëndisë nëpërmjet besimit, dhe kjo jo për jush, por është dhurata e Perëndisë, jo për veprave që askush të mos mburet. Zoti tregoi hir për ne. Shfaqi hir, na shfaqi hir që ne të shpëtoheshim. Edhe ky është një fakt. Një grua, për shembull, ka kohë kjo se tani kur bëhen fotot, bëhen me celulare dhe mjafton të kesh një aparat telefonik dhe mund të bësh foto, të bësh disa edhe ato që nuk të pëlqejnë i fshin, i heq. Kjo grua shkoi tek fotografi, më përpara kishin dyqanet, dhe tani ka, po më përpara ishte ky biznesi më i përhapur, edhe bëri disa shkrepje fotografi. Tani kjo i tha, më jep pak që të zgjedh, dhe ky ja kishte stampuar, e njihte këtë gruan. Edhe kjo duke i parë ato fotot e stampuara të saj, tha, kjo nuk më pëlqen, sepse donte që fotografia ta tregonte më mirë se sa, më bukur se sa ishte. Edhe tha, më vjen keq sepse ky aparat, i tha, nuk tregon të drejtën. Edhe i tha, më i zonjë, tha ky fotografi, tha, ti nuk e nevojë për drejtësi, tha. Ti nuk do drejtësi, ti do hir. I tha kësaj gruas. Ideja është që pse e dhash këtë ilustrim në formë humori për të treguar që kur ne ballafaqohemi me Zotin, ne nuk duam drejtësi me Zotin. E dini pse?
Në qoftë se ne do t'i themi Zotit, Zot, unë dua drejtësi. Zoti do t'i meriton dënim të përjetshëm. Ne kemi nevojë për hir. Askush nuk mund të ballafaqohet me Zotin dhe t'i thotë Zoti, Zote, di si është puna, unë kërkoj drejtësi. Zoti ashtu, a? Të gjithë më gatuan, thotë Zoti. Të gjithë më gatuan. Edhe paga e mëkatit është vdekja. Ti kërkon drejtësi? Edhe ne kemi nevojë për hir, për hirin e Perëndis. Jo për drejtësi. Sigurisht Zoti na bëri ne të drejtë për shkak të Krishtit, amen? Ai është drejtësia jonë. Por Zoti na dha hir. Edhe kur një person është i rilindur, hiri i Perëndis ka gjetur zbatim tek jeta e tij, ka hyrë në fuqi. Prandaj në Bibël thuhet Romakët 8 vargu parë nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. Unë e secili prej nesh mund thotë, juve që i keni besuar Krishtit, kemi marrë hir përmes gjakut të tij. Ai na ka mbuluar plotësisht me hirin e tij. Amen? Ky është një bekim. Dhe Zoti na ka dhënë hir. Zoti na jep paqe. Për shembull, vargu vazhdon dhe thotë hir mbi ju dhe paqe thotë. Paqe nga Perëndia. Ekzistojnë dy lloj paqesh në Bibël, e di që i dini, po disa fjali shumë të shkurt. Është paqja me Perëndin, kjo është një paqe, dhe paqja tjetër që ne shohim e gjejmë në fjalën e Zotit është paqja e Perëndis. Pra këto dy lloj paqesh që mësojmë që janë në fjalën e Perëndis. Për shembull te letra Romakëve kapitulli 5 dhe vargu i parë, aty Pali thotë të drejtësuar pra prej besimit, thotë kemi paqe me Perëndin. Pra Zoti na drejtësoi, jo se ishim ne të drejtë. Prej besimit u drejtësuam dhe thotë kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit tonë. Nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit tonë. Kujtoj që ne ishim armiq për shkak të mëkatit. Për shkak sepse jemi mëkatar, ne ishim armiq të Perëndis, se Zoti ishte i shenjtë. Le ta kuptojmë këtë gjë. Prandaj Jezusi u bën ndërmjetësi ynë, ai pika lidhse ku Zoti na pranoi ne, përmes të cilit Zoti na pranoi. Prandaj paqja me Perëndin vjen në momentin e shpëtimit. Kur ne i besojmë Zotit, kur i besuam Krishtit si Zot dhe shpëtimtar, atëherë në këtë moment ne si thua Zoti bëri paqe me ne. Po kjo nuk ndodhi për shkak të meritave tona, apo jo, për shkak të gjakut të Krishtit ndodhi kjo gjë. Sa bekim që është. Edhe në gjendjen tonë natyrale ne jemi në luftë me Perëndin, prandaj unë e thash që edhe ju thot Pali, për shembull ku thot Kolosianëve, dikur thot, jo tani që jeni shpëtuar, por thot dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të liga. Për shkak të mëkatit pra, vini re për shkak të mëkatit. Tek Jakobi kapitulli 4 dhe vargu 4, një varg tjetër i njohur, dhe këtu është nga ana frymërore merret, o shkelës dhe shkelëset kurorës, a nuk e dini se misia me botën është armiqësi me Perëndin, ai pra që do të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndis. Ne ishim pjesë e botës më përpara. Tani kur i besuam Krishtit çfarë ndodhi? Zoti, si thua, na veçoi për shërbimin e tij. Vërtet ne jemi në botë, u thot Krishti dishepujve, por nuk jemi nga bota. Amen? Nuk jemi më nga bota. Qytetaria jonë është në qejtë, për nga edhe presim shfaqjen e shpëtimtarit ton. Filipianët kapitulli 3 dhe vargu 20. Ne i përkasim Perëndis, i përkasim atij sepse ai na bleu me një çmim. Ne kemi një pasaport hyjnore, kështu thuhet në fjalë, domethënë nuk thuhet fjalë për fjalë kështu, por kuptohet sepse ne kemi marrë qytetari tjetër. Ne jemi shtetas, ne na dallon një gjë e tillë, ne jemi pjesëtar të mbretërisë Perëndis, edhe jemi një komb i shenjtë i thirrur prej tij. Kemi një kombësi hyjnore. Thuhet e letrë 2 të Pjetrit kapitulli 2. Te letra e parë e Pjetrit kapitulli 1, Bibla thotë që ne kemi një trashëgimi hyjnore. Pra, realiteti është hyjnore dhe ne duhet jemi shumë mirënjohës Perëndis. Po ne ishim pjesë e kësaj bote dhe Zoti bëri paqe me ne përmes gjakut të tij, dhe kur gjaku i Krishtit është derdhur mbi ne, atëherë ka paqe. Si në kohën e Pashkës ju e mbani mend kur me gjakun e qengjit, për shembull lyej arkitrau dhe 2 shtalkat e portës. Gjaku i qengjit të patmet Perëndis, gjaku i Krishtit, është vënë mbi ne, nëse mund ta them kështu, në mënyrë figurative. Edhe Zoti shikon gjakun edhe përmes, sepse pa deri te gjaku nuk ka falje thuhet në fjalën e Zotit. Edhe përmes gjakut të tij ne jemi të pastruar. Por çfarë mund të themi për paqen e Perëndis? Së pari vendoset paqja me Perëndin, dikush që është i paqtuar me Perëndin përmes gjakut të Krishtit, tani përjeton paqen e Perëndis.
Prandaj në Bibël thuhet për shembull për besimtarët që kalojnë prova, vështirësi dhe thotë mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim, thotë, dhe paqja e Perëndis, që atë kalon çdo zgjuarësi, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Ne përjetojmë paqen e Perëndis. Është një paqe që Zoti na jep. Edhe Zoti t'i jep paqe. Zoti t'i jep paqe. Edhe kjo është paqja e tij. Shikoni tek Isaia kapitulli 26 dhe vargu 3, mendjes që pushon tek ti ruan një paqe të përsosur, sepse ajo ka besim tek ti. Zoti jep paqe. Zoti jep paqe, ai është Zoti i paqes. Amen. Unë ju jap paqen, po jo si jep bota, tha Krishti. Kjo është paqja e Perëndis. Zoti na jep paqe. Filipianët 4 vargu 8 dhe 9. Thuhet së fundi vëllezër, gjitha gjërat që janë të vërteta, gjitha gjërat që janë të ndershme, gjitha gjërat që janë të drejta, gjitha gjërat që janë të pastra, gjitha gjërat që janë të dashura, gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt, nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni, ato që mësuat dhe dëgjuat dhe morët dhe dëgjuat dhe pat në mua i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Vazhdon Pali një gjë tjetër, e cila shërben si një themel, si një aset për shërbimin tuaj, është pikërisht mëshira, ose përdëllimet, si quhen në fjalën e Perëndis, bekuar qoftë Perëndia dhe ati i Zotit tonë Jezu Krisht, ati i përdëllimeve dhe Perëndia i gjithë ngushëllimit. Përdëllimi është një mëshirë e thellë, është një lloj dëmshurie aktive, domethënë, edhe në të vërtetë Zoti është ati i përdëllimeve. Kështu thuhet aty. Sa e bukur që është fjala e Perëndis. Është ati i përdëllimeve. Dhe çfarë po bën Pali? Pali po lavdëron Zotin për bollëkun e mëshirave të tij, për bollëkun e mëshirës së tij. Dhe Pali ishte në provë. Pali ishte duke kaluar një sfidë. Ai ka shkruar letrën e 2 Korintasve sepse shumë prej besimtarëve aty ishin sulur Palit, nuk e pranonin autoritetin apostolik të tij. Për çfarë nuk e akuzonin Palin, që ai merrte para, që ai nuk ishte i denjë për të drejtuar, që Pali ishte i tillë, i atillë, dhe Pali thotë, ju kërkoni rekomandim, po juve jeni letra ime e rekomandimit, thoshte Pali. Domethënë sulmet që ai haste, për shkak sepse ata ishin kundërvën Palit, ai tregon edhe thot aty, në mes të kësaj prove që ishte. Edhe ai thot, Zoti është ati i përdëllimeve. Zoti është ati i përdëllimeve. Edhe në fakt kur një besimtar vuan, ai bekon Perëndin, kur një jo besimtar vuan, ai mallkon Perëndin. Davidi ishte shpeshherë në një stres dhe në dhimbje. Edhe ai thoshte, unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë, lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time. Gjithnjë në gojën time. Pa folur këtu për Jobin. Kujtohet Jobi? Nuk nxori ndonjë fjalë ai edhe në kulmin e dëshpërimit. E asaj prove do ta quajmë tepër ekstreme që i ndodhi atij. Ai bekoi Perëndin dhe në atë moment. Çfarë shembulli që ishte ai njeri. Kur lexon librin e Jobit mbahnitesh. Thua, vërtet ka njerëz të tillë që dorëzohen totalisht tek Zoti dhe pranojnë që Zoti është në kontroll pavarësisht nga dhimbja dhe problemi që dikush mund të përjetojë. Çfarë lloj qëndrimi që nga ky? Çfarë lloj shembulli që nga ky? Një besimtar fillon me 2 cilësi shumë pozitive që pushtojnë shpirtin e tij, është hiri dhe paqja e Perëndis. Për këto dyja po flasim, edhe nuk kalon shumë kohë dhe do të jetë dikush që do të përpiqet të vjedh këto cilësi nga ne. Do të jetë dikush që do të përpiqet që ta zhduk paqen e Perëndis nga ne. Të na e vjedh paqen e tij. Do të jetë dikush që do të na thotë, disi është puna, nuk e i denjë për hirin e Perëndis. Do të jetë dikush i cili do të fus konfuzion edhe do të na bëj të çoroditur në mendje. Edhe prandaj Pali thotë që Zoti jep hir, Zoti të jep paqe, ti ke nevojë për këto. Ti ke nevojë për këto 2 gjëra. Për këto 2 cilësi. Edhe Pali është shumë mirë njohës që Zoti e bën një gjë të tillë. Mëshirat janë ato gjëra që Zoti siguron rregullisht çdo ditë për të na ndihmuar përmes korave të vështira.
Sa i mrekullueshëm është ky pasazh i shkrimit tek letra e Hebrejve kapitulli 4 që ne disa prej jush mund ta dini edhe përmendesh. Por aty thuhet sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona. Edhe përsëri në kontekst janë vuajtje të vinë re. Por që u tundua në të gjitha, thot, njësoj si ne, por pa mëkat. Pra Krishti përjetoi, mbani mend këtë, përjetoi jetën e një njeriu. Ai u tundua në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkat. Le të afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë, të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e dur. Sepse Zoti jep, amen? Zoti jep. Edhe ne kemi nevojë për Zotin. Ky vargu tjetër, për shembull, letra e parë Korintësve 10, vargu 13 që ne citojmë shpesh edhe ndonjëherë ja vlen të mendohemi dhe të meditojmë në lidhje me këto pasazhe të njohura, po thotë asnjë tundim nuk ju ka gjetur ju përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik. Dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap edhe rrugë dalje që ju të mund ta përballoni. Dini, ky varg është i mbushur plot me hir dhe mëshirë. Plot është. Po. Sepse Zoti është besnik. Ai është ati i përdëllimeve. Është ati i mëshirave. Është burimi i mëshirave. Është burimi i përdëllimeve. Nuk mund të shkojmë askund tjetër për të gjetur mëshirat që Zoti jep. Njerëzit mund të çakërdisen kundër nesh, po mëshirat e Zotit janë mëshirat e Zotit. Amen? Edhe ndryshon nga dora e njeriut, nga dënimi i njeriut. Ngushëllimi është një tjetër pjesë e themelit që Zoti na ka dhënë. Shikoni në vargun 3, thotë, bekuar qoftë Perëndia ati i Zotit ton Jezu Krisht, ati i përdëllimeve, dhe Perëndia thotë i gjithë ngushëllimit. Po të lexoni 7 vargjet e para të këtij kapitulli, do ta gjeni 10 herë fjalën ngushëllim. Ja, dikush filloi ta shikoj. 10 herë përmendet fjala ngushëllim. Edhe letra e parë Pali drejtuar kishës korintase, kishte qenë një qortim i ashpër, i rrept i Palit. Tani shkruan letrën e 2 Korintasve, kishte qortim, diskutohet edhe në letrën e 2. Madje Pali priste prej Titit fjalë se si kishin reaguar korintasit duke lexuar letrën e parë që ai u kishte dërguar. Edhe Titi kthehet, i jep një mesazh Pali dhe Pali shkruan një letër tjetër, është letra e 2 të Korintasve, e cila ka shumë inkurajim gjithashtu, përveç shortimit. Edhe ai do që besimtarët në Korint ta dinë që Perëndia është Perëndia i gjithë ngushëllimit. Ai do që ata ta dinë mirë që ai është Perëndia i gjithë ngushëllimit. Nuk ekziston ndonjë hall, sado i madh që të jetë, që Zoti nuk është i aftë të na ngushëllojë. Tani mbase thoni, mirë është e le ta thuash këtë varg, këtë fjali që the, por le ta them edhe një herë. Nuk ekziston ndonjë hall, sado i madh që të jetë, që Zoti nuk është i aftë të na ngushëllojë. Te letra e 2 të Korintasve, kapitulli i parë dhe vargu 4 thuhet që na ngushëllon, thotë, në gjithë, shikoni pak, në gjithë shtrëngimin tonë. Që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarë do shtrëngimi. Edhe vjen re fjalën këtu në. Na ngushëllon në gjithë shtrëngimin tonë. Nëse ne këtë fjalën në do ta zvendçonim me fjalën nga. Dakor, shikoni pak si del. Na ngushëllon nga gjithë shtrëngimi ynë. Sepse ne, nëse do ta lexonim kështu vargun, në fakt nuk thot ashtu, thot në. Do të thoshim ose do të mendonim që po ne nuk na pëlqejnë shtrëngimet. Nuk na pëlqejnë shtrëngimet, edhe mendojmë ndonjëherë që kur Zoti na ngushëllon do të thotë që shtrëngimi largohet. Zhduket. Ikën. Kështu mendojmë. Në fakt në Bibël thuhet ai na ngushëllon, thuhet. Në gjithë shtrëngimin tonë. Ishin 3 shokët e Danielit, ju kujtohet, në furrën e zjarrit? Ishin 3 apo jo? Sa veta ishin në furrë? Çfarë matematike është kjo? Po ishte dikush tjetër.
i ngjashëm me birin e Perëndis. Ashtu është. Jezu Krishti i paramishëruar. Zoti është në provë bashkë me ne. Ai na ngushëllon në provë. Në provë. Zoti na ngushëllon në shtrëngim. Bota, ku e gjen njerëzit në botë ngushëllimin? Nëse përballen ashtu siç njerëzit përballen zakonisht, ku e gjen ngushëllimin? Ku e gjen ngushëllimin në shtrëngimet që kanë, çfarë kërkojnë ata? Po ne dim shumë mirë, nuk janë pak njerëzit për shkakun që e gjejnë ngushëllimin tek alkooli. Sa tek droga. Po, është realitet tashmë në shoqërinë ku jetojmë ne. Dhe nuk janë pak të tillë. Të tjerë tek feja. Ca te argëtimi, te zbavitja. Ca e gjejnë tek pazari, bëjnë psonisin, i themi ne. Sepse duke bler, duke prishur para, mendojnë që ato gjëra që blejnë do t'i heqin atë ngarkesën psikologjike që kanë. Kështu e shprehin, të tjerë e shprehin me të ngrënë. Han shumë. Jam i mërzitur, je i mërzitur, duhet të ha. Për shumë varet, njerëzit janë të ndryshëm. Po këto gjëra mund të sigurojnë një kënaqësi momentale, por jo një ngushëllim që zgjat, jo jetë gjatë. Ndërsa ngushëllimi që Zoti na dërgon vjen në formën në personin, le ta them kështu, të frymës së shenjtë. Të frymës së shenjtë Perëndis. Ne lexojmë vargje të tilla për shembull që vërtet i konsiderojmë të thjeshta, por le të mendohemi pak në kontekst. Se fjala e Zotit është e pafundme. Edhe kur ne meditojmë dhe mendohemi për vargje të cilat mund t'i kemi lexuar me 10 herë, ato kanë vërtet një kuptim shumë të veçantë dhe të bekuar për jetën tonë. Jezusi është duke folur me dyshepujt para se të largohej nga kjo botë fizikisht. Ai u thot atyre, dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, thot frymën e zvërtetës, që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron në ju dhe do të jetë në ju. Ky ngushëlluesi për cilin Jezusi po flet. Dini çfarë bën ai, ngushëlluesi? Kuptimi është që ai të ri pranë. Ai të ri pranë. Ky është kuptimi dhe i kësaj shprehjes këtu. Të ri pranë. Po jo vetëm kaq, do të qëndroj përgjithmonë me ju, thot. Dikush që të ri pranë. Kur lexon edhe nga fjala greke që përdoret aty, Mateu 11 dhe vargu 28 është ai vargu i njohur që Jezusi thotë: "E jani tek unë të gjithë ju të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh, e jani tek unë pranë." Eja pranë. Të qëndron pranë. Ta afrohet. Kështu bëri Zoti me ne. Ai na u ofrua, amen? Na u ofrua. Edhe në rastin konkret, fryma e shenjtë e Zotit është ngushëlluesi. Ri pranë nesh. Ne kemi në ne. Amen? Por ky është kuptimi i shprehjes. Sepse vetë vargu na e bën të qartë. Prandaj Zoti është Perëndia i gjithë ngushëllimit. Kujtojmë ne që ai nuk i di nevojat tona, nuk i njeh hallet tona, i siguron dhe plotson para se ne t'i kuptojmë apo t'i shohim. Edhe pali flet për shërbimin në këto pak vargje, ai thekson që ne kemi aftësinë për t'u gjendur pranë, për të ngushëlluar të tjerët që po kalojnë përmes në një prove ose shtrëngimi, dhe ky është shërbimi në të vërtetë. Dhe unë do ta theksoj këtë gjë sepse kjo është me të vërtetë diçka e nevojshme. Secili për nesh mund të kuptojë që ne mund të gjejmë këtu themelin e vërtetë të shërbimit. Po jemi gati të shohim shumë shpejt 5 shtyllat e shërbimit biblik që Pali jep në këtë pasazh. Edhe unë ju premtoj, kemi për të mësuar disa gjëra sot shumë praktike. Së pari, shërbimi ndërtohet mbi përvojën, jo thjesht mbi njohurjen. Tani këto fjalë duhet ishin të nënvizuara, unë i kam këtu të nënvizuara. Kemi haruar të vëmë virin aty, por janë vërtet të rëndësishme. Eksperienca, jo vetëm njohuria, luan një rol kryesor kur bjerë fjalët tek shërbimi. Jo vetëm njohuria, vëllezër motra, por është eksperienca, është përvoja, që luan një rol kryesor sa i takon shërbimit. Le ta theksoj mirë këtë gjë, sepse thjesht identifikimi me pikëllimin apo dhimbjen, të identifikohesh me një person tjetër në dhimbjen, le ta them kështu, dhe në pikëllimin që ai ka, nuk përbën shërbimin. Nuk është ky shërbimi. Ky është thjesht hapi i parë.
në rast se mund ta quaj kështu. Ti identifikohesh me dikë, në provën, në hallin që ai ka, në dhimbjen që ai ka, nuk është shërbim në vetvete. Ju mund të thoni çfarë po flet ti, sepse Jezusi erdhi dhe u identifikua me ne, por nuk mbaron këtu, nuk e kuptojmë se çfarë do të thotë realisht ti identifikohesh me dikë. Jo me dhimbjen e dikujt, po me personin në atë dhimbje. Kjo nuk është lojë fjalësh, por le ta shpjegoj kështu. Shumë njerëz përpiqen të identifikohen me vuajtjen e një personi. Edhe pastaj shërbejnë si një këshillues për të. Që t'i japin atij një këshill, t'i japin atij një ndihmë, t'i japin atij një fjalë, inkurajimi, thonë që unë të kuptoj sepse unë vetë e kam kaluar këtë sfidë. Edhe çfarë bëjmë ne? Ne përpiqemi, për shembull, që nëse dikush ka probleme në martesë, gjejmë dikë që ka pasur të njëjtin problem ose të njëjtat probleme. Edhe i themi, shiko, se ndoshta ai mund të ndihmojë ty. I themi personit që ka këtë hallin, për shembull. Ose në qoftë se dikush ka pasur problem me alkoolin, ka qenë alkoolizuar, edhe tani nuk është më i tillë, përpiqemi të gjejmë dikë që ka qenë atë hall, po e konsideroj kështu, edhe themi, shiko se ky mund të jetë një ndihmë për ty, sepse ky ka kaluar një sfidë të tillë, për shembull. Edhe shumë mendojnë që identifikimi është shërbim, por nuk ka mbaruar, prandaj kjo që do të them tani është me të vërtetë diçka e rëndësishme për ne. Vetëm se dikush ka pasur një problem me alkoolin, nuk do të thotë që ai është i aftë për shërbim. Vetëm se dikush, për shembull, ka pasur probleme në martesë, nuk do të thotë që ai është kandidati më i kualifikuar për të këshilluar burrat dhe gratë. Tani lutem mos më shiko me habi, se për këtë do të flasim, është diçka shumë thelbësore nga fjala e Zotit. Vetëm se dikush ka kaluar një divorc, apo vetëm se dikush ka kaluar diçka të rëndë, ose ka humbur një familjar të shtrenjtë, të dashur. Nuk do të thotë që ai është i kualifikuar për të ndihmuar dikë i cili po kalon një sfidë të tillë, një tronditje të tillë, një traumë të tillë, nga ana shpirtërore edhe psikologjike. Pse? Ka njerëz, për shembull, që nëse u mbasin dikë, dhe midis besimtarëve, dikë të dashur, ka prej tyre që ruajnë zemërim ndaj Zotit. Zot, pse ma more këtë? Pse e hoqe këtë nga jeta ime? Edhe janë të mërzitur dhe ruajnë inat me Zotin. Janë njerëz që nuk e kanë përjetuar, nuk e kanë pranuar, le ta them kështu, ngushëllimin e Zotit. Këtu është gjithë çelësi i asaj çfarë do të mësojmë tani. Këta njerëz nuk e kanë pranuar ngushëllimin e Zotit. Vetëm se dikush, për shembull, është në një grindje me dikë ose ka një, le të them, një marrëdhënie të prishur me dikë, edhe është në atë lloj marrëdhënie të prishur edhe nuk e kanë ndrequr këtë marrëdhënie. Kjo nuk do të thotë që ky njeri kualifikohet për të ndihmuar dikë tjetër, i cili gjithashtu po përjeton të njëjtin gjë. Është në një sfidë, në një mungesë komunikimi apo në një provë, le të them, në një marrëdhënie me dikë tjetër, është i fyer apo i lënduar sido që të jetë. Po nuk do të thotë që ky personi është i kualifikuar për të ndihmuar këtë. Dini pse? Nuk do të thotë që nuk është i kualifikuar, nëse ai ruan zemërim ndaj Zotit ose ndaj vllajit ose motrës. Çfarë ngushëllimi do të jetë ai për tjetrin? Ai vetë nuk është i ngushëlluar. Ai nuk e ka pranuar vetë ngushëllimin e Perëndis. Si mundet që ai të jetë ngushëllim për dikë tjetër? Ai mund të mbjell zemërim ose hidhërim tek të tjerët, por kjo nuk e kualifikon që ai të mund të ndihmojë dikë i cili po kalon një provë të ngjashme, sepse ky personi nuk e ka pranuar ngushëllimin e Zotit në jetën e tij. Nuk e kupton se çfarë do të thotë falësh. Nuk e kupton se çfarë do të thotë ta pranosh tjetrin. Nuk e kupton se çfarë do të thotë kesh hir për tjetrin. Nuk e kupton se çfarë do të thotë për shembull që të ulet me atë edhe të kuptojë orësirë situata. Ndoshta e ka vetë ai fajin. Edhe njerëz të tillë nuk e kanë marrë ngushëllimin e Zotit, nuk e kanë dorëzuar veten e tyre tek Perëndia, por ruajnë inat, hidhërim edhe zemërim
ndaj të tjerëve. Dhe si mundet ai të ndihmojë dikë tjetër që është në një provë të ngjashme, le ta them kështu. Si mundet njerëz që nuk e kalojnë, nuk e pranojnë, le ta them kështu, ngushëllimin e Perëndisë. Dhe kjo është një vërtet. Edhe njerëz që mbjellin hidhësi tek të tjerët, është si një ajo rrënja e hidhur, si puna e Esaut, që ndotin dhe të tjerët. Kujdes, pali flet aty për njerëz që kanë pranuar ngushëllimin e Perëndisë, që janë ngushëlluar nga Perëndia. Ka njerëz ende besimtar që nuk janë ngushëlluar nga Zoti. Edhe Zoti i duhet punojë në ne, para se të punojë përmes nesh. Shkrimi thotë që ne kemi aftësi për të shërbyer vetëm kur e kemi përjetuar vetë ngushëllimin e Zotit. Aty ka fuqi shërbimi i dikujt. Sepse Zoti na ka ngushëlluar. Kjo nuk do të thotë, ju lutem, më lejoni të vendos ekuilibrin, se pa ekuilibër nuk bëjmë asgjë në shërbimin e Zotit. Kjo nuk do të thotë që dikush duhet të jetë i divorcuar ose duhet të divorcohet një herë, që pastaj të ndihmojë dikë i cili është në një fazë të vështirë në lidhjen brenda martesës. Jo. Nuk do të thotë që dikush duhet i futet rakis tani, që të ndihmojë dikë i cili i shkreti, po vuan nga kjo varësi, edhe po mundohet që ta lërë, edhe ti që ta kuptosh atë duhet të ngjeshesh me raki, a me raki përmenda unë, se është pija më popullore. As pak. Kujdes. Sepse Zoti na ka dhënë midis të tjerave edhe një urinë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj ne lexojmë këtu, shikoni pak, që na ngushëllon në gjithë shtrëngimin tonë, nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia. Shikoni pak. Nëse nuk e ke ngushëllimin nga Zoti, ti je dorëzuar totalisht tek Perëndia. Si Jezusi, ju kujtohet letrat e Pjetrit, ai u dorëzua tek ai që gjykon drejtësisht. A nuk thuhet kështu? Dorëzua. Tha, Zot, ti je në kontroll. Unë do të pranoj atë që ty të pëlqen. Prandaj them që ka njerëz që nuk janë ngushëlluar nga Zoti. Nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarë do shtrëngimi. Në çfarë do shtrëngimi? Është vargu fort, fakt duhet ta kisha nxjerrë që çfarë këtu, para se të jepja këtë shpjegimin që thash. Në çfarë do shtrëngimi? Do të thotë që ti vërtet mund të mos kesh kaluar të njëjtat gjëra si një person, por prap Zoti mund të të ketë dhënë një provë të ngjashme dhe ti ke parë që shkrimi, fjala e Zotit ka qenë e vërtet në jetën tënde. Nëse ke kaluar diçka të tillë, patjetër je një ndihmë shumë e madhe për një person që po kalon të njëjtën gjë. Kjo nuk diskutohet, por duhet të kesh marrë ngushëllimin e Perëndisë. Duhet ta kesh pranuar ngushëllimin e Zotit. E çfarë do të thotë kjo? Pritse këtu është pika më e vështirë. Të pranosh ngushëllimin e Zotit. Që me ngushëllimin me të cilin Zoti të ka ngushëlluar ty, që është ngushëllimi i Perëndisë, nga Perëndia. Ti të ngushëllosh një tjetër. Në çfarë do shtrëngimi? Çaj gjendet. Ne mesazhi i sotshëm është kaq i nevojshëm sepse ne duhet ta dimë së pari që ne duhet të përjetojmë ngushëllimin e Zotit dhe unë e di që premtimet e Zotit janë të sigurta. Për shembull, ai që ka shkruar këto vargje ose ata vetë që i kanë shkruar këto që do lexojmë ne, ata i kanë përjetuar këto. I lexojmë me radhë, shikoni për shembull. Hajde. Pietri thotë, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju.
Pietri thotë, di si është puna? Unë e kam përjetuar këtë. Unë e kam hedhur mirakun tim mbi Zotin. Edhe unë e di që ai kujdeset për mua. Po në qoftë se do ti një ngushëllim që Zoti më ngushëlloi mua, është që unë e kam parë këtë gjë në jetën time. Zoti e ka përdorur këtë gjë që unë kam bërë në jetën time. Sepse Zoti më ka ngushëlluar në shtrëngimet e mia, në merakjet e mia, në sfidat e mia, në provat e mia. Zot, është prova jote. Jam unë këtu në këtë mes, por je ti. Je ti, të lutem. Kaloje me mua këtë provë. Është prova jote gjithashtu. Gjithë merakun tuaj, hidheni mbi të, dhe ai merakoset. Edhe dikush e kishte mësuar Pietrin në këtë rast, në fatkeqësinë e tij. Shikoni Jezusi çfarë thot aty, kjo është e bukur, para gjithashtu të kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Ata po ankoheshin, dishepujt, si do t'ja bëjmë, çfarë do të ham, çfarë do të veshim, e Jezusi tha, di si është puna? Kam një mësim për ju. Besoni premtimet e Perëndisë. Kërkoni atë që duhet kërkoni pikë së pari. Nuk je ti qendra e universit. Është vullneti i Perëndisë. Vullneti i tij. Shikoni një tjetër, Romakët 8:28. Pali thot, edhe Pali t'jeni të sigurt që e kish provuar në jetën e tij. Prandaj ky libër është libri i jetës, sepse është një libër i jetuar. Gjithashtu, edhe thot, dhe ne e dim, thot Pali, unë e di, unë jam i sigurt. Qofse ti mendon që unë nuk e di, jo, e ke gabim. Unë e di, thot Pali. Unë e di se gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndim, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Unë e kam parë, unë e kam përjetuar, unë kam një histori për t'ju treguar, unë kam një ngjarje për t'u thënë në lidhje me këtë. Unë e kam parë Zotin në jetën time, që e ka përdorur për lavdinë e tij këtë provë, këtë sfidë, këtë hall, këtë vështirësi. Edhe Pali ishte ngushëlluar nga Zoti. Dhe Pali tha, ta dini, ju keni nevojë për ngushëllimin e Zotit në jetën tuaj. Fjalë të urta, kapitulli 3, vargu 56, shikoni me vëmendje, thotë, ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u mbështet në gjykimin tënd, edhe kur nuk të pëlqen ty. Edhe kur nuk të vjen mirë. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Ky që ka shkruar këtë ishte kush? Kush? Solomoni. Pranoje se ai do të drejtojë. Provoje, është e provuar. Filipianët 4, vargu 6-7, ne lexuam këtë, thot, Pali thot, mos u shqetësoni për asgjë. Por në çdo gjë parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë pa lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim dhe paqja e Perëndisë që e të kalon çdo zgjuarësi do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Unë e kam provuar, tha Pali. Hallet, provat që kam pasur. Ja kam parashtruar Zotit. Ai ka ruajtur jetën time. Më ka dhënë paqe. Dikush donte të ma vidhte paqen, unë nuk e lejova atë. Sepse Perëndia i paqes është ai që ta jep paqen. Unë nuk e lejova, unë ja dhash Zotit këtë. Edhe unë e kam provuar. Unë e kam përjetuar shkrimin. Unë e kam përjetuar shkrimin, e kam provuar. E kam kaluar mbi supet e mia këtë gjë. Pali është i sigurt, Zoti do të ruajë zemrat e mendjet tuaja. Jeremia 1:8. Mos ki frikë para tyre sepse unë jam me ty për të çliruar, thot Zoti. Jeremia kishte provuar një gjë të tillë, premtimin e Zotit, edhe një njeri që e shikon fjalën e Zotit ka një histori për të treguar. E pranon fjalën e Zotit siç është. Përjeton ngushëllimin e Perëndisë edhe vërtet, unë duhet ta kem parë Zotin që ka lëvizur në jetën time para se të mund të ngushëlloj dikë tjetër. Zoti më ka mësuar diçka, Zoti më ka treguar diçka. Sa forcë që ka kjo. Sa forcë që ka. Edhe
Vetëm se mund të identifikohem me problemin apo mëkatin e një personi nuk do të thotë që kualifikohem për të shërbyer atij. Nëse nuk e ke përjetuar ngushëllimin e Zotit, paqen e tij, hirin e tij, mëshirën e tij, ato pikat që pam, ngushëllimin e tij. Si mundesh ti të ngushëllosh një tjetër nëse ruan inat edhe zemërim? Pranoje ngushëllimin e Zotit. Kur ke përjetuar ngushëllimin e Perëndis, kur Zoti të ka ngushëlluar, atëherë bëhesh i kualifikuar dhe thua Zotit, Zot, bekuar qofsh. A mund ta thuash këtë? Zot, bekuar qofsh? Edhe në provën që ke? Mundesh? Jo, sinqerisht, mundesh? Mundet të jesh si Jobi? Apo si Davidi që lexuam tek ai psalmi, që unë bekoj Zotin tha tërë ditën. Apo Jobi që tha, lakuriq, dola dha nga barku i nënës, lakuriq do të shkoj tha edhe. Bekuar qoftë emri i Zotit. Shërbimi ndërtohet mbi vuajtjen, jo thjesht mbi suksesin. Edhe kjo është diçka e rëndësishme për ta parë, sepse ashtu si ndër ne teprojnë vuajtjet e Krishtit, po ashtu me anë të Jezu Krishtit tepron edhe ngushëllimi ynë. Po, ashtu është. Ne jetojmë në një shoqëri që është drejtuar dhe motivuar dhe nxitur nga suksesi. Njerëzit duan që të kesh një punë të mirë, të kesh familje, të kesh të ardhurat të mira, të kesh sa më shumë para. Edhe ne kemi pak tolerancë për ato gjëra që janë më pak të suksesshme. Dhe kur kemi turbulenca në jetë, atëherë ne zakonisht jemi të vendosur që t'i konsiderojmë këto turbulenca apo këto gjëra që po kalojmë si gjëra të pasuksesshme. Edhe me të vërtet, arrim deri në atë nivel sa që edhe besimtarët mund të mendojnë që edhe jeta e Krishtit që nuk i kishte këto gjëra që bota i konsideron si sukses, konsideron nëse e gjykon jetën e Krishtit me standardin e botës, e quan dhe Krishtin si dikë të pasuksesshëm. Me standardin e botës. Shërbimi nuk ndërtohet thjesht mbi suksesin. Ne gëzohemi kur një shërbim na ecën mirë, njerëzit janë të gëzuar, por në paketën e shërbimit, vuajtja është shkolla e shërbimit. Gjithashtu. Edhe aftësia e dikujt për të shërbyer është proporcionale me vullnetin e tij për të vuajtur. Çfarë do të thotë kjo? Se ndoshta ishte një fjali e vështirë, do të thotë që nëse dikush thotë që do t'i shërbej Zotit, ai le të marrë parasysh që do të përballet me vuajtje. Me vuajtje. Shpeshherë nuk e kuptojmë se çfarë do të thotë t'i shërbesh Zotit. Edhe jemi kaq të obsesuar me të fiksuar, le ta them fjalën shqip, me rehatin. Edhe nuk e kuptojmë se çfarë do të thotë me të vërtet t'i shërbejmë Zotit. Adhurimi vërtet kërkon sakrificë. Po, si tha Davidi tek kodra e Araunahut që ne lexuam. Kërkon sakrificë dhe fjala e Zotit na e bën qartë gjithashtu Hebrejt kapitulli 12 vargu 2 duke folur për Jezusin në atë garë të besimit që ne jemi duke rendur. Ky është në kontekst duke i drejtuar sytë tek Jezusi dhe kreu dhe plotësojnë si besimit i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin duke përçmuar fyrin dhe ul në të djathtë të fronit Perëndis, ai duroi kryqin. Duroi kryqin. Nuk e anashkaloi. Nuk e anashkaloi. Ai duroi kryqin. Të flasësh për vuajtjet nuk është e thjeshtë. Pali tha në vargun që lexuam ne që shërbimi i tij teproi për shkak se vuajtjet e tij tepruan. Çfarë janë këto paradokse? Shërbimi i tij teproi për shkak se vuajtjet tepruan? Çfarë janë këto fjalë? Vuajtja na mëson shumë gjëra. Së pari, unë duhet të them vetëm disa, ka fjala e Zotit është mbushur plot. Vuajtja na mëson, na mban të fokusuar tek burimi i ngushëllimit. Shikoni një varg i thjeshtë. Davidi në vjatën e vjetra ai tha, unë i ngres syt nga malet. Nga do të më vjen ndihma? Ndihma më vjen nga Zoti që ka bërë qiellin dhe tokën. Ndihma vjen nga Zoti. Edhe prova dhe vuajtja shpeshherë vjen që ne të lutemi. Ka shumë arsye pse Zoti lejon prova dhe vuajtjet në jetën tonë, por një arsye është që ne të lutemi. Ne të kuptojmë që kemi nevojë për Zotin. Se ndonjëherë jemi aq rehat
sa që Zoti nuk është brenda kornizës jetës. Dhe Zoti lejon ndonjëherë prova që janë dhe të vështira që ne të kuptojmë e themi Zot, prit se unë pas kam nevojë për ty. Pas kam shkuar në drejtim paditur edhe unë dua të jem me ty Zot, kam nevojë për ty. Dhe kjo është një arsye shpeshherë pse Zoti lejon vuajtjet. Vuajtjet zgjerojnë besimin tonë. Ju mund thoni si, shikoni pak paradokset e fjalës e Zotit, ta quani gëzim të madh, thot Jakobi, o vëllezër të mi kur binin tundime të ndryshme. Shikoni çfarë thuhet në vargun 3. Duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell durim. Sjell durim edhe thot për durimin të kryeni ju një vepër të përsosur që t'jeni të përsosur dhe të plot pa asnjë mangësi. Durimi mësohet. E durimi mësohet në provë, në sprovë. Aty mësohet durimi. Dyshë nuk mund ta mësojmë dot durimin. Përmes vuajtjes, Zoti na zbulon dobësitë tona. Ne kemi thënë atë shprehjen shpesh tunde pemën dhe atëherë do të shikosh se çfarë fruti ka, apo jo. Tunde një herë fort, dhe do të shikosh se çfarë fruti ka. Prova, vuajtja na tregon dobësitë, edhe na kujton që nuk jemi në shtëpi akoma. Zoti do të vijë një ditë, amen? Mos u trishtoni, tha, zemrat juaja të mos trishtohen, tha Jezusi dhe Gjoni, fundi i Gjoni 13. Unë po shkoj për t'ju përgatitur një vend. Zemrat tuaja mos u tronditen. Mos u tronditni. Vuajtja bën më shumë për t'inkurajuar shërbimin se sa mund të bëj suksesi. I kemi përmendur para disa javësh, Zoti ka vënë emrin e dikujt në vuajtjen tonë, si etiket. Që me ngushëllimin që Zoti na ka dhënë, mund të ngushëllojmë dikë tjetër. Edhe Zoti nuk lejon të vuajmë pa na pajisur me një sasi ngushëllimi. Vërtet nuk e harroj para disa vitesh një vëlla në Krishtin. Kishte prindin e tij smur në fakt, goxha smur edhe thoshte që nuk mund ta përballoj dot humbjen e tij. Edhe interesante sepse kur kjo gjë ndodhi pastaj edhe mamaja e tij ndroi jetë. Ai më tha, duke biseduar bashkë, tha, Landi, tha, unë nuk e di, tha, po mund të merrohesh nga fakti se çfarë do të më ndodhte. Edhe në fakt është e dhimbshme, të humbasësh dikë që e do kaq fort edhe është vërtet e pa konceptueshme, por thjesht po them fjalët e tij. Ai tha, nuk e di, tha, po kam një paqe tani, tha, Zoti më ka dhënë shumë forcë, që nuk mendoja se mund ta përballoja dot një gjë të tillë. Këto ishin fjalët e tij, ai patjetër ka e di arsyen pse, unë nuk e di, Zoti ajo është dëshmia që ai ka thënë për veten e vet, janë ngjarje vërtet të rënda të vështira. Edhe kush e do një gjë të tillë? Kush e dëshiron? Jam i bindur askush për nesh. Po Zoti t'jep një ngushëllim, një kompensim. Sa do e rëndë që t'jetë dhimbja. Ka dhe raste për shkakun që dhimbjet dhe vuajtjet, Zoti lejon që ne edhe marrim ndonjë mësim. Nuk është gjithmonë kështu, ë? Ndonjëherë Zoti ka arsyet e tij pse na jep vuajtjet. Po kur marrim mësimin e duhur për ndonjë gjë të caktuar, jemi ngushëlluar, atëherë ky është sukses. Kur jemi ngushëlluar. Ky është sukses. Dhe këtë mund ta përdorim për të tjerët. Tani, po t'i thosha këto fjalë në fillim të predikimit sot, do thoshin ky s'është në rregull. Shërbimi ndërtohet mbi durimin, jo thjesht mbi çlirimin. Çfarë do të thotë kjo edhe? Nuk do të zgjatemi shumë këtu, po le ta lexojmë këtë varg. Thuhet, por nëse shtrëngohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj që bëhet nëpërmjet durimit të atyre vuajtjeve që vuajmë edhe ne nëse ngushëllohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Shikoni, shpëtimi këtu nuk është shpëtimi nga ferri, thjesht për ta kuptuar, se fjala shpëtim në Bibël nuk përdoret vetëm në kontekstin e shpëtohesh nga mëkatet që të shkosh në parajs, por shpëtohesh edhe nga anija kur mbytet te veprat 27, dakor, përdoret fjala shpëtim aty, nuk është për shpëtimin. Shpëtuan ata të shkretët, u kapën tek ato mbeturinat e anijes dhe dolën në breg, po shpëtuan. Nuk shpëtuan nga ferri. Jemi të qartë, domethënë kuptojmë pak ndryshimin e fjalës shpëtim si përdoret
jo gjithmonë në kontekstin e shpëtimit të shpirtit nga ferri. Po ajo që dua të them se Zoti të shpëton, të çliron edhe nga rreziku. Po shumë njerëz duan që vuajtjet e tyre të mbarojnë. Dhe shpesh thon Zot, më çliro. Edhe secili prej nesh e thot një gjë të tillë kur gjendet në një sfidë të rëndë, në një provë të vështirë. Kjo nuk diskutohet. Kemi natyrën tonë njerëzore dhe kush do që të qëndrojë në provë, ose të ne të mësojmë durimin. Kush e do një gjë të tillë? Durimi nuk pranohet. Durimi do durim. Dakor, nëse nuk duron, nuk e mëson durimin. Durimi do durim. Nuk është lojë fjalësh, durimi do durim, valla. Nuk mund ta mësosh ndryshe. Edhe ne duam që provat mos i kemi, Zot na shpëton, na çliro, edhe kur shpëtohemi, domethënë kur u shpëtuam i besuam Krishtit personalisht si Zot dhe shpëtimtar, ne menduam, ndoshta dikush mendoi që nuk do kem më prova, çdo gjë do të më shkojë vaj. Po në fakt nuk është kështu. Po t'ju them një sekret nga shkrimi këtu edhe jo pa qëllim është bërë më e ndritshme me të verdh ajo pjesa e vargut aty që le ta lexojmë edhe një herë. Por nëse shtrëngohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Do të nga rreziku, nga gjëja që keni me cilën përballeni. Thotë që bëhet nëpërmjet kujt? Durimit të atyre vuajtjeve. Tani, pse është bërë kjo kështu, është me qëllim, sepse në fakt ngushëllimi, shikoni me vëmendje, aktivizohet nëpërmjet durimit të vuajtjeve. Ngushëllimi aktivizohet në jetën tonë kur jemi duke duruar vuajtjet. Është e vështirë, po është e vërtetë. Do të thënë ngushëllimi i Zotit nuk aktivizohet në jetën tonë derisa të kemi nevojë për të. Të kesh nevojë do të thotë përmes durimit në vuajtje. Përndryshe, nuk do ta kuptosh se ç'na qen ka ky ngushëllimi. Ç'na qen ka ky koncept. Në fakt nuk është koncept, është shumë më tepër se sa aq. Por ai aktivizohet duke duruar, ja siç e keni këtu. Ngushëllimin tuaj që bëhet nëpërmjet durimit të kujt? Të atyre vuajtjeve. Po e lexojmë, po bardhëzi e kemi aty. Sa mirë që është bardhëzi, se këtu zbatohet direkt. Nëpërmjet durimit të atyre vuajtjeve. Unë po ilustroj me një shembull, nuk do zgjatem kështu, po të gjithë jashtë edhe quhen bankot e gjakut, po dhe këtu kemi. Për shumë këtu është një qendër kombëtare të transfuzionit gjakut, edhe zakonisht gjaku që mblidhet nëpër pikat veçanta, por nëpër spitale zakonisht, ndonjëherë ku ka dhe ndonjë fushat që bëhet si një qendër grumbullimi i gjakut ku njerëzit shkojnë edhe dhurojnë gjak. Po mblidhen tek ajo qendra kombëtare, aty është tek Spitali Nën Tereza e transfuzionit gjakut. Edhe ne për shembull secili për nesh e marrim të mirëqen faktin që nëse na ndodh diçka larg qoftë, nuk duam që askujt i ndodh ndonjë gjë, por e marrim të mirëqen që dikush do të jap gjak për ne. Ndoshta edhe nuk e mendojmë, nuk e çojmë në përmend një gjë të tillë, sepse të mendosh për të keqen, zakonisht njerëzit nuk para mendojnë shumë sa i takon jetës apo provave, problemeve që mund të ndodhin në të ardhmen. Edhe patjetër rezistojnë ndaj këtyre gjërave, po nëse i ndodh dikujt diçka, ta dini që ajo qendër e transfuzionit gjakut do të jetë, le të them, vendi më i rëndësishëm për të në Tiranë. Ai vend do të bëhet për një person të tillë. Më i rëndësishëm. Kështu është edhe me ngushëllimin apo shpëtimin e Zotit, siç e kemi në kontekst. Në fakt, mos u lut vetëm për çlirim, lutu për durim.
Zot më çliro, themi ne më mirë, Zot më jep fuqi të përballoj. Zoti e di momentin kur do të çlirohesh. Jo, lutu për shërim patjetër, por lutu më mirë dhe për durimin një herë. Zoti të jap fuqi të përballosh sfidën që ke. Sa ai ka një kohë kur të çlirohesh. Kur do të çliroj? Durimi i dha palin aftësinë për të shërbyer të tjerëve. Si mund të shërbej të tjerëve, Zoti i dha palit durimin. Edhe provat kalohen me durim. Shikoni, shumë shkurt, shërbimi ndërtohet mbi fokusin tek të tjerët, jo tek dukja jonë. Në vargun 6, nëse shtrëngohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj që bëhet nëpërmjet durimit të atyre vuajtjeve që vuajmë edhe ne, nëse ngushëllohemi, kjo ndodh për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Shumë besimtarë kanë një sens të shtrembër, të shformuar se çfarë është shërbimi. Shërbimi nuk është një predikim i mrekullueshëm, një kor i madh, një shërbim i shkëlqyer, një aktivitet i shkëlqyer, një metodë impresionuese. Ne na pëlqen zakonisht të tregojmë të tjerëve që ja, ky është shërbim, kjo gjë bëhet kështu, e shiko sa mirë në dukje nga jashtë u pasuruam, u rregulluam, çdo gjë duket mirë, por në realitet shërbimi është të gjesh njerëz që janë në nevojë. Ky është shërbimi. Çfarë duhet të them me këtë? Të kërkosh njerëzit që janë në nevojë për të njëjtin gjë që ishe edhe ti në nevojë. Edhe ti je ngushëlluar. A mund të ngushëllosh dikë tjetër me atë ngushëllim që Zoti të ngushëlloj? Ky është shërbimi. Ta them në gjuhë figurative, shërbimi është një nevojtar ndihmon një nevojtar tjetër se ku t'i gjej një copë bukë. E kuptojmë se çfarë vajson buka? Një nevojtar ndihmon një nevojtar tjetër se ku t'i gjej një copë bukë. Ky është shërbimi. Edhe ai nevojtari tjetër pastaj ndihmon një tjetër, sepse ne jemi të gjithë nevojtarë para Zotit. Amen? Le ta kuptojmë këtë gjë. Di ka njerëz që vishën bukur të dielën, dhe nuk duket sikur kanë nevojë për ndonjë gjë, nuk dallohen nga dukja, por dhimbja dhe sprova dhe vështirësia është në shpirtin e tyre. Prandaj, shërbimi ndërtohet mbi fokusin tek të tjerët, jo të dukja. Jo të dukja. Dhe shërbimi ndërtohet mbi Zotin dhe jo mbi ne. Kjo është e fundit, 2 fjali do them këtu. Nëse ne mendojmë, secili për nesh mendojmë për veten e tij, mendon për veten e tij që është qendra e universit, kjo është e gabuar. Nëse ke këtë lloj mendimi, atëre ta dish që ngushëllimi nuk aktivizohet për ty. Këtë thot ky varg. Ta lexojmë vargun? Shpresa jonë për ju është e sigurt duke ditur se ashtu siç jeni pjesëmarrës në vuajtje, kështu do të jeni edhe në ngushëllim. Nëse mendon që je ti qendra e universit, ngushëllimi i Zotit nuk aktivizohet për ty. Ashtu siç jeni pjesëmarrës në vuajtje, kështu jeni edhe në ngushëllim, jeni pjesëmarrës për tjetrin. Për tjetrin, jo për veten tënde. Ne shpeshherë mendojmë për veten, ne, unë, jo për tjetrin. Që të aktivizohet ngushëllimi i Zotit. Kur mendon për vete, do të shmangësh prova, vështirësi, kërkon të bësh hile, por me Zotin nuk ka hile. Kështu që nëse nuk e përballur deri tani me ndonjë provë, prit e Zot rrezikun. Unë nuk dua të profetizoj ndonjë gjë për jetën e askujt, por di të them këtë gjë, që Zoti thot ta konsideroni gëzim kur gjendeni përballë provash. Do të thotë që ajo koha kur Zoti e di, por është e sigurt që prova do të vi. Prova do të vi. Le të ulim kokën gjithë. Të gjithë vuajmë dhe kemi dhimbje, po a mund ta përdorim këtë për të bekuar të tjerët, për të mirën e të tjerëve?
le të kalojmë në këtë nivel. E në fakt është një lloj zgjedhje që mund të bëjmë. Ose do të ankohemi, ose do të jemi njerëz që rriten dhe që fitojnë. Cilët jemi ne? Në cilën kategori e kategorizon veten? Je një njeri që vetëm ankohesh, apo je një njeri që do që të rritesh, të fitosh? Ku të shërbej se nuk ka vend shërbimi? Përgjigjja është fillo me dhimbjen tënde, fillo të shërbesh aty. Me dhimbjen tënde, fito të tjerët. Emri një tjetri është mbi dhimbjen tënde. Ngushëllo dikë që ka nevojë. Unë për vete nuk kam parë ndonjë njeri që Zoti ta ketë përdorur shumë, që të mos ketë kaluar dhimbje dhe vuajtje të mëdha. Ankohemi apo rritemi? Zoti është Perëndia i gjithë ngushëllimit. Kështu thot fjala e Perëndisë. Je sot i trishtuar? Merë ngushëllimin e Zotit, është për ty. Është për ty. Zoti dëshiron të ngushëllojë ty, dorëzoje veten tek ai. Hiqe atë që të pengon, egon tënde, çoje te kryqi i Krishtit. E thuaj Zotit, Zot, merre ti në kontroll jetën time, unë dorëzohem totalisht tek ti. Unë e pranoj ngushëllimin tënd, Zot. Edhe unë dua të jem një bekim për ty edhe për të tjerët. Qofse Zoti ka folur, a mund të kalojmë pak kohë në heshtje dhe mund t'i lutesh atij, Zot, unë dua që të pranoj ngushëllimin tënd, pranoj ngushëllimin në një fushë të jetës tënde, në jetën tënde. Çfarë sfide ke? Tregoja Zotit. Në qoftë se je këtu sot për herë të parë, faleminderit që je mes nesh. Ta dish që Jezu Krishti erdhi në tokë si një njeri edhe vdiq në kryq për mëkatin tënd. Ai kërkon që të ta afrojë tek vetja, sepse ai vetë u afrua. Prandaj vdiq në kryq. Pagesa për mëkatin është vdekja, sepse të gjithë mëkatuan. Njerëzit janë mëkatarë dhe Krishti erdhi u bë si njëri prej nesh, por pa mëkat. Ai nuk e meritoi vuajtjen në drurin e kryqit. Pa i vdiq në kryq për mëkatin tënd. Të gjithë kanë shkelur ligjin e Zotit, edhe pagesa për shkeljen e ligjit të Zotit është vdekja. A mund të pranosh në qenien tënde, në veten tënde, ashtu si fjala e Zotit thotë që të gjithë mëkatuan? Nuk ka asnjë të drejtë as edhe një. A pranon që ke shkelur ligjin e Zotit? Ligji i Zotit është mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndero prindrit, mos vrit, edhe mbase s'ke vrarë dikë, por nëse ke urryer dikë, është njësoj sikur të kesh bërë vrasje në zemrën tënde. Në qoftë se ke shkelur urdhrimin e Perëndisë që të mos gënjesh, mashtrosh, pagesa për mëkatin nuk thot për mëkatin e madh ose për mëkatin e vogël, por pagesa për mëkatin është vdekja. Të gjithë meritojmë dëshkimin përpara Zotit. Në qoftë se ne kërkojmë drejtësi, ne meritojmë dëshkim, por ne kemi nevojë për falje dhe për hir nga Zoti. Në qoftë se je këtu sot e do thuash që unë jam mëkatar, sepse kam shkelur ligjin e Zotit, edhe unë dua që ti besoj Jezusit personalisht si Zotit dhe shpëtimtarit i jetës time. Ai vdiq për ty, a do t'i besosh atij? Ai derdhi gjakun në kryq për mëkatin tënd. A mund të marrësh faljen e mëkateve përmes gjakut të tij? Ai erdhi vdiq në kryq, u varos dhe u ringjall ditën e tretë, që dënimi i përjetshëm të mos aktivizohet për ty, por të kesh faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Në qoftë se do që ti kërkosh Zotit që ai të shpëtojë jetën tënde, a mund t'i besosh atij që ai erdhi për ty edhe vdiq për ty? A mund t'i kërkosh atij falje për mëkatin tënd? Mund ta bësh tani. Zoti Jezus, lutju atij, Zoti Jezus, faleminderit që erdhe në tokë, edhe vdiqe në kryq për mëkatin tim. Më fal, Zot, për mëkatet e mia.
Unë hap zemrën time të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Faleminderit që derdhe gjakun në kryq për mëkatin tim. Zotë, unë besoj që ti erdhe vdiqe për mua. Edhe i gjallë sot për të më dhënë jetën e përjetshme. Faleminderit Zotë Jezus, unë lutem në emrin tënd të çmuar. Amen. Mirë, lavdi Zotit. Vërtet ne u lutëm bashkë, por nëse dikush për jush nuk është i bindur sa i takon vendimit për t'i besuar Krishtit, ne jemi këtu që t'ju ndihmojmë. Ju lutem, në rast se keni një pyetje dhe nuk ishit në gjendje ta kuptonit sa u tha sot, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Edhe dëshirojmë që të mos largoheni pa kuptuar se sa rëndësishme është ti besosh jetën Jezu Krishtit. Lutem, e janë pyet personin që të kaftuar, ndoshta uluni për një kafe ose bisedoni dhe flisni, sepse Jezusi prandaj ka ardhur. Ai erdhi për t'ju dhënë juve falas, dhuratën e jetës, por ai pagoi për secilin prej jush. Adhurojmë Zotin bashkë. Le të çohemi në